Opozita dhe pozita janë përfshirë në debate gjatë seancës së dytë në parlament, ku janë shtruar për diskutim ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Gjithçka ka të bëjë me komisionet parlamentare, ku mazhoranca ka propozuar 11 të tilla, 7 prej të cilave do drejtohen nga deputet të PS-s dhe 4 nga ligjvënës të PD dhe aleatëve të saj. Debati është përqendruar kryesisht në shkrirjen e Komisionit të Integrimit, që është bashkuar në një të vetëm me Komisionin e Politikës së Jashtme. Në legjislaturën e kaluar, të dy komisionet funksiononin si të veçantë, ku integrimi drejtohej nga opozita. Ndërkohë, me ndryshimet e reja, ky komision do të drejtohet nga ish-ministri i jashtëm Igli Hasani, pa praninë e Edi Ramës, i cili ndodhet në Bruksel për hapjen e 4 kapitujve në negociatat me BE-n. Socialistët janë shprehur të vendosur për zyrtarizuar ndryshimet në rregulloren e kuvendit, por duket se Rama ka diktuar qëndrimin politik mes 83 deputetëve socialist për të vendosur rregullat e reja në funksionimin e kuvendit. Opozita ka paralajmëruar se do i drejtohet gjykatës kushtetuese, ndërsa shpreson që ajo të rrëzojë vendimin e kuvendit, ashtu si kundër ndodhi në muajt e fundit të legjislaturës së kaluar. Për opozitën, mënyra se si mazhoranca ka konceptuar komisionet parlamentare është si të gjesh punë për individ që mbetën jashtë qeverisë. Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar të PD-s, thanë se janë shpikur komisione parlamentare për t'i gjetur punë deputetëve si Fatmir Xhafaj. Sipas tij, gjithë procedura e ndjekur bie ndesh me rregulloren dhe me kushtetutën. E keni nisur me shkelje të rregullores. Qytetarët duhet të dinë pse po ndryshon rregulloria e kuvendit. Nuk është motiv ndryshimi i rregullores se disa prej kolegëve të mazhorancës nuk ju gjet vend në Këshillin e Ministrave dhe duhet i gjejmë punë si kryetar komisionesh. S'kemi ku të çojmë Fatmir Xhafën dhe hajde miratojmë një komision të posaçëm që do të bëhet superkomisioni, që do të mbikëqyr gjithë legjislacionin në fuqi. Bardhi, Oert Byllikbashi dhe Sali Berisha në fjalën e tyre në kuvend akuzuan kryeparlamentarin Niko Peleshi se po shkelte kushtetutën. Deputetja Jorida Tabaku tha se në seancën e kaluar të gjithu betuam se do të zbatojmë kushtetutën, ndërsa sot po e shkelim atë. Erisa Xhixho nga grupimi i Partisë së Lirisë tha se ndryshimet në rregulloren e kuvendit nuk kanë dalë nga salla e parlamentit, por nga asambleja e PS-s. Po shkelni rregulloren e kuvendit, po shkelni kushtetutën. Keni shkrirë një komision që merr vlerë etike për momentin ku jemi, duhet kishte gjithë përfshirje, po ndryshoni strukturën e kuvendit dhe kërkoni ta bëni këtë me shpejtësi, tha Xhixho. Fatmir Mediu, duke marrë fjalën në seancë, tha se jemi kthyer në një republikë kryeministrore. Klevis Balliu tha se po shkelet kushtetuta në emër të procesit të integrimit, duke hequr integrimin. Komision të jashtëm kemi patur gjithmonë, por ajo që është shtuar ishte komisioni i integrimit, që sot ju e shkrini, tha Balliu. Blendi Klosi nga radhët e PS-s tha se kjo mazhorancë është me votën legjitime të qytetarëve. Sipas tij, opozita kërkon të shtyjë procedurat me 10 ditë dhe jo të bëjë diskutime. Për kreun e grupit parlamentar socialist Auland Balla, ndryshimi ka të bëjë me një transformim të domosdoshëm të funksionimit të kuvendit sipas nevojave të tij. Ai e konsideroi si teatr sjelljen e opozitës. Ai hodhi poshtë pretendimet e opozitës për shkrirjen e Komisionit të Integrimit, ndërsa shtoi se duke e bashkuar me Komisionin e Jashtëm, i jepet një peshë edhe më e madhe, atë që i takon. Ne e shikojmë politikën e jashtme dhe Europën si të lidhur. Ju i shihni si të ndara, tha Balla ndër të tjera.